Zonja Gjuse? Vetëm për të bërë një saktim, praktikisht këto ditë mbas hapjes së kapitujve që qeveria shqiptare bëri në Bruksel, është e rëndësishme të sqarohet, të paktën ne këtu që jemi persona teknik, në fakt në këtë pozicion nuk vlen edhe nuk është mirë që të bëjmë dizinformime. Dëgjova zotin Himçi që tha qeveria mbeti në klas me kapitullin e mjedisit dhe do ishte mirë që të shikonim edhe referencat e vendeve që janë antarësuar para nesh, dhe kapitulli 27 është e vërtet që është një nga kapitujt më të vështirë për të negociuar dhe gjithashtu për të arritur implementimi i plot i atyre akteve dhe asaj akije të Bashkimit Evropian që ne do të përafrojmë në vendin tonë. Edhe në rastin tonë, patjetër që implementimi do të negociohet për një fazë të më vonshme, pra për mbas vitit 2030. Dhe kjo është një praktikë që është ndjekur me shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian, jo më larg se Kroacia, fqinji jon. Pra është mirë të mos bëjmë dizinformim të kësaj natyre. Procesi i negociatave po shkon pik për pik ashtu siç është negociuar në momentin e dakordimit të kalendarit. Faleminderit.